Janë bërë sot 26 vjet nga rënja e dëshmorëve Shkëlzen Haradinaj, Fatmir Nimanaj, Hasim Halilaj dhe Luan Nimanaj. Me rastin e përvjetorit të rënjes së dëshmorëve, sot në fshatin Glogjan e Maznik janë mbajtur homazhe në nderim të jetës dhe heroizmit të dëshmorëve. Me fillim nga ora 10 janë mbajtur homazhe në kompleksin Memorial Dëshmorët e Kombit në Glogjan. Pas homazheve, në ora 10:10, të gjithë pjesëmarrësit janë nisur për në marshin Shtegu i Lirisë, nga Glogjani e deri në Maznik, për të nderuar jetën dhe veprën e të rënëve për sakrificat për atë dhe, për të përfunduar pastaj me homazhe pranë lapidarit të dëshmorëve në Maznik, me fillim nga ora 12:30. Të rënët u nderuan nga të pranishmit për sakrificën e tyre në luftën për atë dhe, duke u kujtuar si ndër luftëtarët që i hodhën dritë lirisë së Kosovës.